Qyteti i bukur i Gjilanit edhe më tutje po vazhdon të ketë shtëpi të bukura, të cilat do t'i prezantojmë në reportazhin Ma Pikturo ëndrrën. Shtëpia të cilën do ta prezantojmë kësaj radhe është ajo e Shaban Ramizit. Kopshti i kësaj shtëpie nuk është prej më të mëdhenjve, por mënyra se si është i punuar e bën atë mjaft karakteristik dhe të bukur. E një ambient i tillë padyshim që e ka shtyrë pronarin të krijojë këtë hapësirë për kafen e mëngjesit. Edhe plani i shtëpisë është mjaft karakteristik. Kjo shtëpi është rreth 450 metra katror dhe fasadimi i saj është bërë me disa ngjyra, mes të bardhës, të zezës dhe të vjollcës. Ky kombinim i ngjyrave e bën këtë shtëpi mjaft të veçantë. Nga jashtë ajo shihet se ka shumë dritare të mëdha dhe ajo që e dallon është edhe kjo terracë e madhe. Ndërsa tani radhën e ka interieri i saj. Zakonisht fillojmë me dhomën e ditës. Pronari i kësaj shtëpie, Shaban Ramizi, na tregoi për të veçantat e këtij ambienti. Dhoma e ditës së kësaj shtëpie së bashku me kuzhinën përfshin rreth 60 metra katror. Mobiljet në dhomën e ditës kanë ngjyrë të bronzët dhe cilësia e tyre tregon vetë se ato mund të kenë pas një kosto të lartë. Përveç kësaj, këto mobilje janë shumë të përshtatshme për të ulur në to, si dhe forma e tyre është në proporcion me arredimin e kësaj hapësire. Në këtë dhomë, pronari ka vendosur që pranë dritareve, të cilat të mundsojnë një pamje jashtëzakonisht të bukur, të krijojë edhe një ambient të punës, ku ai edhe kalon pjesën më të madhe të kohës së tij kur është në shtëpi. Si një galeri e vogël qëndron në këtë dhomë edhe kjo hapësirë ku janë të vendosura fotografi të ndryshme të familjes Ramizi. Ndërsa radiatorët për ngrohjen e shtëpisë, të cilët janë të importuar nga Italia, janë me një dizajn mjaft të veçantë dhe në shikim të parë nuk të japin përshtypjen se janë radiator.
Ndërsa e veçanta e kësaj hapësire është pjesa ku është i vendosur televizori. Komodina në atë pjesë është e thjeshtë, megjithatë pjesa e murit e mbuluar me gur origjinal nga Spanja, si dhe ndriçimi i cili është vendos aty, e bën atë një ambient mjaft të këndshëm për të shikuar film apo edhe ndonjë program televiziv. Nga ky ambient mjaft i rehatshëm dhe i bukur, kalojmë në kuzhinën e kësaj shtëpie. Aty mbizotron ngjyra e bardhë, pasi që pronarët kanë menduar se kjo ngjyrë përveç bukurisë që i ofron ambientit, ajo është edhe simboli i pastërtisë. Kuzhina është e importuar nga Italia dhe kualiteti dhe shfrytëzueshmëria e saj janë mjaft të lakmueshme. Në kuadër të kuzhinës është edhe banaku, i cili e ndan atë me tavolinën e ushqimit. Tavolina e ushqimit në këtë shtëpi është vendosur në mes të dhomës së ditës dhe kuzhinës. Përveç që është në një vend të përshtatshëm dhe lehtë të qasshëm, në atë pjesë ka edhe ndriçim të mjaftueshëm natyral, i cili depërton nga dritaret e mëdha. Ndërsa në katin e parë të shtëpisë është edhe dhoma e çiftit të kësaj familjeje. Për dhomën e tij, pronari ka ndarë një hapësirë prej 50 metra shkatror. Mobiljet e kësaj dhome janë prodhim italian dhe ngjyra atyre është e kaftë. E në kuadër të kësaj dhome, pronari ka edhe pjesën e garderobës, e cila është e vendosur në një hapësirë të veçantë. Padyshim për shkak të privatësisë së çiftit, aty kanë edhe banjon. Kjo banjo, të cilën jeni duke e parë, gjendet në katin e dytë të shtëpisë. Në 4 banjot e kësaj shtëpie, qeramikat janë prodhim spanjoll, ndërsa dizajnet e tyre janë të ndryshme prej njëra tjetrës. Ndryshe nga shtëpitë të cilat kemi prezantuar deri më tani, janë shkallët e kësaj shtëpie. Ato janë të mbuluara me qeramika, ndërsa mbrojtëset janë të punuara me gjam. Në katin e dytë të shtëpisë janë edhe 3 dhoma të tjera.
Njëra prej tyre është kjo ku banorët e shfrytëzojnë për argëtim dhe rekreacion. Ndërsa tani kalojmë te dhoma e djemve të pronarit. Sa po të hysh aty do të vrehet një atmosferë ngrohtë. Muri i kësaj dhome është i ngjyrosur me të kaltërt, gjë që ka shtyrë që edhe mbulesat e mobiljeve të kësaj dhome të mbizotrohen nga kjo ngjyrë. Mobiljet në këtë dhomë janë prodhim italian. E tham edhe në fillim të këtij reportazhi se kjo shtëpi ka edhe një terrasë të madhe. Ky ambient është një hapësirë e mirë për t'u shfrytëzuar sidomos gjatë stinës së verës, për të drekuar apo edhe për të pritur mish. Kjo ishte shtëpia e Shaban Ramizit nga Xhilani, një shtëpi mjaft e bukur, moderne dhe e shfrytëzueshme. Shtëpitë e bukura të Kosovës, Viz RTV 21 është faqja jonë zyrtare në Facebook, ku ju shikues të këtij reportazhi mund të na i dërgoni propozimet tuaja për shtëpi të bukura kudo qofshin ato në Kosovë.